në kuptim të asajna edhe kombëtar edhe politik. Cili do qoftë, nuk besoj që ka qenë momenti më i mirë dhe më ideal edhe me bë taktizime politike, e aq më shumë kur bëhet fjalë thënë gjithë që për thirrje të parimeve të drejtësisë. Rezoluta nuk ishte për qëllim për të ikur drejtësisë, por për të respektuar të drejtat e të gjithëve dhe për të nxjerrë një drejtësi më të mirë të mundshme. Besoj që LDK-ja duhet me pas kauzë edhe me vazhdu kauza LDK-s që të provoj të dëshmoj gjithë ato vrasje për shkak njerëz më shumë që janë mbrojën të LDK-s pas luftës dhe të zbardhën ato vrasje. Por po flasim pra në vitin 2026, ku kanë kaluar pothuajse 27 vjet e tutje dhe me bë thirrje përsëri që ndërkombëtarët me hetu të pas gjitha institucionet kredibile, po besoj, për shkak që tashmë vetë se është eksperjenca dhe është fitu besimi, konsideroj që nuk ishte as aspekt, as takt, as politik, as taktik dhe